që i marrim nga libri Riyadus Salihin të Imam Nevaviut rahimahullahu ta'ala, i cili në këtë libër ka përmbledhur ajete nga Kur'ani fesnik dhe hadithet e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam për të ndriçuar besimtarit në rrugën drejt Allahut subhanahu wa ta'ala. Jemi në hadithin e 6 në kapitullin e bindjes dhe mëshirës në Allahun subhanahu wa ta'ala. Apo në hadithin e 79 prej fillimit të këtij libri. Thot Imam Nevavi rahimahullahu ta'ala an Umar radiyallahu anhu qala سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصا وتروح بطانا رواه الترمذي وقال حديث حسن. معناه تذهب أول النهار خماصا أي ضامر البطون من الجوع وترجع آخر النهار بطانا أي ممتلئة البطون. Thot Imam Nevavi rahimahullahu ta'ala transmeton Omeri radiyallahu anhu, i biri e Khatabit, i cili thot kam dëgjuar pejgamberin sallallahu alaihi wasallam duke thënë: o që se ju do t'i mbështeteshit Allahut Dhul Jalal me një mbështetje të vërtetë, do t'ju furnizonte ashtu siç i furnizon shpenzat, të cilat në mëngjes dalin në barkë zbrazur dhe kthehen në mbrëmje barkë ngopur. Këtë hadith e transmeton Imam Tirmidhi dhe thotë që është hadithi hasan. Pastaj e shqaron që do thotë del barkë zbrazur, del në fillimin e ditës në mëngjes barkë zbrazur dhe kthehet në mbrëmje barkë ngopur me ushqim. Këtë hadith përveç Imam Tirmidhiut e transmeton dhe Imam Nesaiu dhe Imam Ibn Majah dhe të tjerët. Dhe thënë ulemat se ky hadith është i vërtetë sipas kushteve të Imam Muslimit rahimahullahu ta'ala. Andaj thot Imam Ibn Rajevi rahimahullahu ta'ala në komentin e 40 haditheve të Imam Nevaviut në një libër tjetër përveç Riyadus Salihin që ka shkruar Imam Nevavi rahimahullahu ta'ala, thot wa hadha al-hadithu aslun fi at-tawakkul wa annahu min a'zam al-asbab allati yastajlibu biha ar-rizq. Ky hadith është hadithi bazor në kapitullin e mbështetjes në Allahun Dhul Jalal dhe se është për shkaqeve më të mëdha dhe se tawakkuli mbështetja në Allah është për shkaqeve më të mëdha me të cilat besimtari e sjell rrezikun. Nëse ndalemi edhe analizojmë këtë fjalë të Imam Nevaviut rahimahullahu ta'ala, të Imam Ibn Rajebit rahimahullahu ta'ala, si do ta kuptojmë natë, kur jemi materializuar të s'ka shmërit të neve, nuk na duket edhe shumë e qartë si ka mundësi që Allahu Ta'ala na furnizon me pasuri me tevekkul, me mëshirën e Allahut. Kur neve na shmush mendja se veç me punë fitohet pare, veç me kontribut fitohet pare, apo veç me hile dhe mashtrim fitohet pare, si që mendojnë sot njerëzit. Po, hadithi, si ta shohim pak më vonë, i ka dy pjesë. Pjesa e parë, bazore, është mbështetja në Allahun Dhul Jalal, e cila nuk e përjashton mundjen dhe kontributin. Mirë po, nuk duhet me mendu njeriu se nëse ai punon, gjithsesi ka me fitu. Sepse puna vetë nuk e sjell rrezikun nëse Allahu s'e ka saktuar. E parë, e dyta, puna vetë në çdo lloj forme pa e shikuar është halal apo është haram, gjithashtu nëse ta sjell në fillim rrezikun, nuk do të thonë se edhe ta lënë rrezikun pronësinë tonë. Argument për këtë është ajo që sot ndodh në botë. Do tani për 4 muaj të parë të vitit 2011, sipas linjës së Isaut alayhis salam,
Në Amerikë kanë falimentu 15 banka me kapital miliarda. Vetëm tani. A prej fillim të krizës 2008 e deri tash do të kanë falimentu për afërsisht 300 banka të mëdha. E tash ata banka, edhe ata bankjerë, ata ekonomista, as kanë ditë me punë. Kanë ditë. Edhe gjithë sistemi i tyre është ndërtuar që ata gjithsesi të fitojnë në fund. Mirë po, përdesa mënyra e tregtisë, e tentativës për të fituar rrezikun, pasurinë, është ndaluar, është për një moment fiton ama dhe në momenti që këtë ato të bëhen rrushë dhe punë. Kjo është një. E dyta, këtu në Shkup ka shumë tregtar që kanë punuar me duhan, me cigare. Edhe tregtia me cigare është perspektive me levërdi të madhe, me fitim të madhe. Mirë po, për muhabeteve që i kanë po me shumë njëllat, që janë madhe me këtë tregti, dhe që i jojnë ata që janë madhe me tregti, dhe që të gjithë ata që kanë punu me cigare, ndoshta ka bo një pasuri për një kohë caktuar. Mirë po fundi, ka qenë më thonë, se ka me pa pasuri. Nuk ka pas taj kapital që mund të ishte këtë punë të madhe që ka po 10 vjetë, 15 vjetë, si të mos kohën e tranzicionit ekonomik, që të maqëni me thonë se filoni është bu miliarde. A transakcionet kanë qenë miliona. Edhe shemë dhe fund të kemi të kumonovës, ku të më thotë e ndimon shteti dhe fund pastaj ja mërë të gjitha shteti. Normalisht të është edhe hindje e shtetit, po është edhe mungese e bereqetit një pasuri cila i sjell dam ati që e përdor atë pasuri. Dhe të gjitha pasuri tjera, edhe me alkohol dhe nuk e shef fejrit. Andaj, muslimani, si ka në hadith tjetër pejgamberi sallallahu alaihi wasallam. Fala yastati'anna rizqahu fa yatrukuhu biharam. Mos ta kap ajo frika, ajo gajlë, se s'po i vjen pasuria. Punova, badjava, s'ka shkon. E të fillon të kërkon për haram. Edhe këtë do shpesh, shumë djemë të ri, filloj me punu, me dalin pazar, me punu zikar pune, dalin pazar me punu në tezë, lidin punë në Evropë, edhe nuk ka. Edhe që edhe të thërë, ja filloj me haram. Mas leti me drogë. Edhe fillim i vjen lezet. Se pak punë, parë. Edhe vazhdo deri kur deri sa të bëhet gjenazën të vërtet. Të vratë, për dikujt apo të vret, të bëhet gjenazën të vërtet, apo të ikë, të bëhet ikanik. Të vret dikush për shkak të kemi më vedet pesta, apo të kitë të vret diken, e të ikë pasaj për shkak të kemi më vedet pesta. Nuk ja shef kajtë. Andaj pejgamberi sallallahu alaihi wasallam hadithin që përmendën në fund, në fillim e përmend se inna ruha al-qudus nafatha fi ruhi an an-nafsa lan tamut hatta yastakmila rizqaha wa ajalaha. Erdhë Gjibril dhe më shpalli dhe më tha, asë një shpirt s'ka me vdek para se ta plotson rizkun dhe e gjelën e ti. Ti s'ki me vdek desa ki me hongër. S'ki me vdek. Përdesa Allah ka shkoj që ki me hongër edhe një kafshat, edhe një kokër grunë, apo një kokër sheqer, apo një kokër pip. Nëse Allah ka shkoj ki me hongër, ti s'ki me vdek. Ki me hongër dhe atë kokër, pas të ki me vdek. Onde pëse ti mërzitesh? Pëse ti e nëzjerë vetën për vetës, e nëzjerë mendjen për kokës? Ti atë që të ka shutë Allah ki me hongër. Kjo a do të thot që ta në të rinë dërkryqe dhe mos punojnë kur nisen? Nuk të mësë. Ama nëse ti punon në spital, a duhet me inzjerë mend për kys? Nuk duhet me inzjerë. Po më shtetë kjo Allah të gjelar dhe etës. Dhe me leje në ndimën Allah të gjelar do të vjenë dhe që të resko dhe bëleqiri. Andaj muslimani dhe këti hadithit për Pejgamberi sallallahu alaihi dhe të tjera dhe e merë këtë porosi, e bën se bejtë, e bën punën
Mirë po asë se si nuk i mbështetet sebetit. Dhe nuk mendon se pleksa e punë, unë do të fitoj patjetër. Por, pasi që e bën punën, i mbështet Allahu për çfarë. Sikur se bujku në fush, shkon edhe e lavron arën, e mjell fara, e ujit, kujdeset në fund ullet në qështë dhe thot, ja Rab, jep për dhe qëtë. E një të fush, ka mundësi me të edhon 100 kg gru, ka mundësi me të edhon 10.000 kg gru. Pe qëka i të varat a jetë? Varat pe punës që të e bon dhe mështetës në Allahu subhanahu wa ta'ala që e bon. Dhe për këtë shakë besimtarët do të me pas parasysh këtë qështë që ti mështetën Allahu subhanahu wa ta'ala me një mështetët e vërtet në të gjitha momentet dhe gjendit e jetës të ti. Jo ku të ketë shumë të habitet në të harap Allahu në gjëral dhe obligimin që ka shi Allahu dhe festi dhe ka shi njërë dhe përrefti. E njëjtë edhe kur është i vafën. A do me thonë që kur është i vafën me haru obligimet të ka shi Allahu të është i vafën? Jo. Se dikush, kur Allah e sprovan me të këshia, largohet për fesë. E dikush, kur Allah e sprovan me të mira, largohet për fesë. Andë dhe ka përmejnë në Kur'an. Wala nabluwannakum bil khayri wa sharri fitna. Jo të shprovoj edhe me të mira, edhe me të këshia. Të shohem që ku jenë. Dikujt Allah e qenë fukarllëkut, i dalë në mend, edhe i largohet për gjamir. Dikujt Allah e pasurin, i dalë në mend, edhe i largohet për gjamir. E muslimani është musliman të gjitha momente. I fshet Allah dhe ke kondin për ti edhe në bollak, edhe në vështirësi. Edhe kur ka, edhe kur s'ka. Ajaba li amri al-mu'min, inna amrahu kullu khair. Që di është puna besimtarit, gjithë puna e ti është fejtë. Wallahi, me atir, duhet që vazhdimisht me kujtu besimtarit vetës e ti. Vazhdimisht. Për me kriju balansin. Mos më umërzit kër i dhëm një keqen, sa e shkejt për te, edhe mos më daldis kër i vetë një mirë, po me farnu Allahu më gjelar dhe me shvizu për khejt dhe kjo është khejt për te, dhe këtë se ka asë kush përveç besimtarit. Për kjo hadith në mëson dhe në stimulon dhe në inkurajon që ti mbështetemi Allahu të Gjelal dhe se kjo do tjetë me vërtetësi dhe bindje të gjitha çështjet e jetës. S'ka këtu me thonë vallahi për xhami i mbështet Allahu. Për meselet fesë i mbështet Allahu. Për dunjë jo, për dunjë do të punë, do të angazhem. Jo, na e themi të gjitha çështjet e jetës tonë, qofshin ato jetë fitimin e rrezikut, apo fitimin e turisë, apo fitimin e pushtetit, apo fitimin e famës, çka don me fituti. Dhe të gjitha momentet e jetës tonë duhet të qenë i mbështetur në Allahun për të. Edhe në fitimin e postit, edhe në fitimin e projektit, edhe në angazhimin tanë njëtë, shtetjo Allahu të gjelar, pasi të bësh sebepi, mos haro se vetë sebepi, sa do që ke po mirë, nuk cilë sukses. Paramendoni, a ka më të mirë se sahabët pas pejgamberit të Allahu? Nuk ka. Njëzit e zgjedhën si shtot Allah i Mesudi. Kur mbështetën forcën e tyre, dështu, me që shemull për ty, o musliman, edhe për mund. Kur të habitesh, të vjen të shtimi pa tjetër, o jo me në unejni idh a'gjabatkum kathratkum falan tughni ankum min Allahi shay'a. Dhe ditën e unejnit kur ju u habitet në numrin e madh që kishit dhe thëshë sot, s'ka kush nga fiton se numrin e kemi të madh. E ju përbëni as pak të vi. Edhe pastaj e tregon si rregull me tjetër që gjë Allahu thotë kam min fi'atin qalilatin ghalabat fi'atan kathiratan bi idhnillah sa grupe të vogla
i kanë mundur ato të mëdhat me lejen e Allahut. Një dynjë me miliarda njerëz, me miliona ushtarë, gëzohet edhe ja bën mafi vrasjes së një njeriu, para mendon. Ironia ku ka mri. Një dynjë me miliona ushtarë, gëzohet vrasjes së një njeriu. Pse? Se rreziku i njeriu pas ka qenë shumë më i madh për ata 1 milion ose miliona ushtarë, jo 1 milion, po miliona ushtarë, e me mija dhe qindra mija armatim, për me tregu se ajo që ka thënë Allah është e vërtet, sa grupet e vogla kanë fituar grupet e mëdha me lejen dhe ndihmën e Allahut. Dhe për këtë shkak vazhdimisht eduko veten tënde, mësoje veten tënde, ta lidhësh zemrën me Allahu subhanahu wa taala për ndihmën. Jo më gojë lafë gojë, sa e nuk bën dobi. Ku t'jesh gusht, nuk bën dobi lafi. E as makijazhi i jashtëm, për bën dobi ajo që ki në zemrën tënde, e cila ka zonë rajnë në zemrën tënde. Gjithashtu, premtime dhe porosive që i përmendin ulemat, është se shtjeljen Allahu subhanahu wa taala e mëson besimtarin që t'i ketë parasysh shkaqet e sjelljes së Zotit. Siç është dalja në dyqan me qenë dyqan. Siç është kujdesi për mallin çfarë e ki. Është puna tash. Ama mos me menu se kur i bën e këtë perfekt, e punë mallin e mirë, e ki dyqanin me të mirë, e ki do thot punëtorët i ki qurin halë dhe mështerive. Këtë të mos tuj, mos e në fund, pa tjetër ka me fitu une. Pa tjetër ka me shku puna. Pa tjetër ka me shku malli. Ja. Pa fuj pas të vësh këtë fuj, inshallah, me ndihmën e Allahut, i fshetim ati e presë për e qëktin e Allah. Qka të vjen? Elhamdulillah. Elhamdulillah. Nartë shumë, e kam obligimin të temë dhe të pasurin me nënë zë qatë me sadaka, me sajë. Po nërë pak, elhamdulillah Allah, për dhe se kam kafshatën e gojës, kam shëndetin në trup, kam sigurin e vamën time, është të kem dynjan dhe që ka ta, që që ka vamën për në meri së Allah. Që ka njerës milionat i kalonë për Allah në përgjëve. Venditin e kalonë për Allah në përgjëve. Do rahatlëk, ti po takosh mbrëmje me babën, me nanën, me vllahën, me miqët, me dajen, me tezët, me hallën, me kushërit, ku bërë muhabet, po knaqësh. Dikush i kalon këtë edhe për Allah në përgjëve. Ka dalë në rrugë Allah. Ti po ki me anën dhe me pi, ushqim kvalitet, ushqim bolshëm, a i këtë i kalon për Allah në përgjëve. E dush me ditë këtë punë. Që me krasu ti sa për e për Allah, ti që ka për e për Allah. Edhe fjalla s'kanë, këtë rast, a vlejnë apo nuk vlejnë, apo ti të e mashrubetën tonë, e të ka marrë shetoni për para, e të tërhejke të isë për mërveshtë. Tu me ndu se jekë në hejnë dhe mirë, a i po qartë ka dërvet me të shkatru atë a i ti në dynja para se me u shkatru në khiret. Dhe këtu e sjellë shembullin e shpenzës e cila është e dobët i Zotit, që na i shohim në orët tona. Çfarë force ka? Çfarë takati ka? Çfarë inteligjencë mund të pas? Krahasoj trunin e saj me trunin e njeriu. Mirë po ja bën se bebin. Dhe prej folës saj mëngjes. E ki pa në gjithë të gjë mëngjes herë sabah, cicërimën, edhe këndimin e tyre. Dalin prej folës tyre. I bëjnë 5 metra, 10 metra, 100 metra. E librisku. Del mëngjes për zbrasur. Dhe pasi që e bëri se befin, Allahu Gjelal ja më nësërës. Dhe këthejet pasaj në folën e saj, bakë në bukë. E vogël e do, mirë po, e bënë se befin Allahu Gjelal i a qënë rëskën pasaj dhe nuk rënë pa lëviz.
Dhe për këtë shkak, edhe besimtari të kon I gjallë, I lëvishëm punton, dhe në fund me lidhë këtë çështje me Allahun më xhelal. Gjithashtu principi dhe porosime ka thënë ulemat. At-tawakkul al-haq huwa masdar rizq at-tayyib ma sa'il al-matlub. Se mbështetja e vërtetë në Allah është burimi I rrezikut. Burimi I rrezikut të këndshëm në fëmijë dhe Allah. Normalisht me aktivitetin e kërkuar minimal që du të bën çdo njeri në jetën e tij. Dhe kanë thonë ulemat, الرزق لا يأتي بالقوة إنما يكون بتعاطي الأسباب وتوكله وإلا لما رزق طير ما نسب. Tash për kiti zogur më një anë, edhe shqiponjën më një anë. A ka mundësi zogur më hanë me diçka për shqiponjës? Ta është më e fort. Edhe ka këtheta, edhe është më e shpejt. S'le kundisën. Mire po, Allahu ashtu ka kundisë subhanahu wa ta'ala. Shkon shqiponja e ka një gjahë, e hanë, po në qëtë ushim, ka ushim me dhe për. Shpejnë që e po të të se shqiponja. Shkon loni e ka një gjahë, natë që e ka loni jetë ushim me dhe për. E ka kundisë Allahu më gjelat sistemi. Me konë që I veç një fort jeton, kishin vdek undit shumë njerëz. Se pasuria të bën zullëmçar. Se Allahu Gjelal e përmend në Kur'an se pasuria njeriu domethën e bën zullëmçar dhe ai kur bën shumë pasuri edhe aq sa ka dëshiron me pas. Edhe për tjerë se ka kajla kanë bukë më unë rësë. Shembull në Egjipt tani, me këto ndodhjet e fundit që ndodhën, do në shësh disa gjëra. Për tyre, sekretari e Egjiptit ka 80 miliard dollar. Edhe informata tjetër, që e dimi pak më herët, se në Kairo, vetëm në Vareza, jetojnë 3 milion njerëz. Vareza do të thonë, sikur se këtu në butet janë Vareza. Njerëzit që s'kanë ku me ndërtu shtëpia, shkojnë në Vareza dhe një dhomë. Edhe jetën aty. Dhe në Kairo dhe mund veç të Vareza dhe 3 milion njerëz. Ai ka 80 miliard dollar. Tash ai ka pas gojë për të që jetë në Vareza se s'kanë shtëpi mbi kokë. Që ka pas gojë? Ai bile me pas mund kish mbyll gjysmën, ma pa harxime për shtetin. Që veç ai 80 miliard a mundet një hanë në këtë të për jetën sa e ka, mundet një mësë. 80 miliard, I vjen çdo miliard vjetë në harxhu nëse I ka 80 vjetë. E 1 miliard, domethënë është buxhet shteti. Mazhërimi janë 2 milion banorë, 2 miliard e ka buxhetin e shtetit. Një njeri, një familje, sa do të është e madhe, është e pa mushme me hartu të parë. Mirë po aja e adhërën të kohë, se e mundon të grumëllon pasuri duke u po zullon këtë një se ka në. Edhe kështu do të shumë njërës. Pra që ka Allahu Gjelal, se kalon punën e lëmoshës veç sadaka u kushdojnë me dhonë, por e ka bëllë se qalën në obligim. Se me alon njërit vetë, si më tekët, po edhe si kalon ku shumë, se me ku shumë, pasurisht e dashme për njeri shumë. Bile më shumë rrasë në njeri dhe pasurisht ma shumë të shkritin e vetë. Edhe Allah e përshku vë të hibbuna hubben gjemma. Dhe ju e doni atë pasurin me dashuri shumë të madhe. Ju kini po, ka rrasë njeri jetën e pasurisht e. A I vend momenti e rezikon, a jetën e patët, me rejtës të japonë. Edhe prashik Allah më gjelar, e përmej Koran gjihadit me pasurin para gjihadit me nefës, dhe ka ajete tjera që përmen gjallin me nefës para se, mirë po, pse se pasuria për dika në shumë e shtrejnë, shumë e dalë pasuria. Nuk I ipe. E se kërën Allah më gjallin në tarifon e ka bo me obligim zë qatë. Edhe bile dhe zërkajer, edhe ka pushtet, shkon të amër gjysmën e pasuris me të përull, me të nënshmu, me të regu se rada tjetër, mëse e të pasurit. Me të bo njeri njësan, me zorë, se ka dhe herë,
zboshin sa me të mirë. Do të janë disa principe dhe porosive që dalin nga ky hadith i shkurt dhe i vogël i pejgamberit sallallahu alaihi wasallam. Elusim Allahu subhanahu wa taala të na jap mbështetje të vërtetë në Allahun dhe angazhim në halal për fitu pasur në halal, se veç ajo në zonë të një edhe në ahiret. Elusim Allahu wa jalal na jap ditë të bishme dhe vepra të mira, na jap mira në një edhe në ahiret dhe të shpëlej. Wallahu ta'ala alam. Wa sallallahu ala Muhammadin wa akhir da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.